E kështu, jemi në zjarr televizion, emisioni i pavarur, litarin e kemi sipër, po për momentin nuk na duhet. Nuk na duhet të varemi. Të varemi nga dikush. Të varemi nga diçka, përveç stomakut. Kjo varësia e stomakut, pas ka qenë nëne o nëne. Nese. Po thonim, e pat këtë situatën që kishte bërë një dark me gazetarët presidentit Trump, kisha ndërmend tjetër, hyrja i sulmuesi, hyn këto Secret Service, pra, si me thënë garda që kemi ne, po shërbimet sekrete janë ato që shoqërojnë presidentin, në presidentin, thesarin, personalitetet më të larta, pra dhe thesarin. Këta janë Secret Service. Hyn ata, dolën dhe me armë, ndërkohë që skena ishte shumë e frikshme, kanë botuar mediat, kanë botuar kolektan, gazetar, po gazetar nivelit lartë, tip çfarë këta, Mohamed Veliu për shembull, që shkojnë te Trumpi, cilët ishin ulur, edhe njëri, edhe pse plasi pushka, vazhdon të handaj, nuk e prishte Terezin. Ndërkohë një grua merrte shampanjë, merrte verë, çfarë dua të them me këtë? Nga një herë diskutohet, ne ama ne shqiptarët, marrën popull kështu. Populli në gjithë botën është njësoj. Njeriu në gjithë botën është njësoj. Janë sistemet ato që bëjnë ndryshimin. Pra, në Iran ju i keni parë në vitet 70 në kohën e shahut, vajza të bukura, të veshur europiançe, të mbajtura me flokë bukura. Sot i keni të gjitha me uniformë. Burrat po ashtu. Shtetet Bashkuara të Amerikës është krejt tjetër format. Jo se Shtetet Bashkuara kanë tjetër etni, bilet Shtetet Bashkuara të Amerikës janë sallat kombesh. Ka dhe iranian atje. Ka dhe turq, ka dhe frances, ka nga të gjitha llojet. Njerëz janë. Sistemi e bën njeriu. E ishim këtu, Trump, pam, hyri njëri, u turr, shtiu, ishtin, shpëtuan të gjithë. Nuk ndodhi gjë. Trump ta ishte një smurta, varja. Tani, pse e kemi nxjerrur me Kristin këtë gjë? Sepse filluan në Shqipëri mendjet e ndritura, të cilëve u sugjeroj, gjeni nga i partnere. Në fund fare, më fali se e them se orari ta lejon, nuk është turp as mas turbimi. Ja u them, më mirë merruni me këtë aktivitet, se sa në mungesë të këtyre, në frustrime të mëdha, filloni dhe shpikni teza dhe teori, nga më të çuditshmet, nga më alucinantet. Del Donald Trump, të ishte një smur, thotë ai, nuk ka ndonjë problem. Dalin mendimtarët shqiptar, dhe imagjino kur thot popull një mendje, hiç mendje, dy mendje, po dy psikopat bashkë për shkakun. Po tre, që është krim i organizuar mendimi, sepse nuk kanë më një mendim, po mendimin e këtij e bëjnë 2 e 2 4, dhe këto prodhojnë në pafundësi konspiracione, dhe ne pastaj jemi detyruar që kur hapim Facebookun, të na vi për të vjedhur dhe të vazhdojmë edhe të shajmë këta, natyrisht. Të shajmë dhe veten tonë se ku jemi ka ta ndisur, dhe nga ana tjetër të shajmë dhe turmat, të cilat i shohim, je i madh, thotë. Gjigante kjo. Mund të thojë, o koqe, çaj duke thënë. Hyri njëri se ka ndodhur gjithkohë, dhe për koincidencë në të njëjtën ndërtesë, 40 vjet para, ishte qelluar edhe Nixoni. Atentat. Dhe ai që i qelloi Nixonit ishte po një i çekuilibruar. Nuk tha njëri atëherë, as Gaza, as Irani, as Rusia, as Kina. Ishte një çekuilibruar. Siç ka, edhe mes nesh. Ka. Siç të çekuilibruar janë të gjithë këta që kërkojnë një konspiracion, një mendim të çuditshëm për të qenë qendra vëmendjes, dhe që janë të padobishëm, dhe që nuk merren me hallet e këtij populli, dhe nuk merren për të dhënë zgjidhje, për të folur këtu për hallet dhe problemet tona, jo për një të çmendur që hyri me armë atje. Për të krijuar ku diun ç'do të krijonte. E s'po merrem as unë se ka rrezik njësoj do përfundoj. Të lutem, dalim me hallet tona. Berisha, ndëshkim maksimal për ata që marrin jetë grash edhe vajzash. Më pëlqejnë këta burra që bëhen kalorës këtu. Po do i them doktorit, mori dashur doktor,
pse edhe si biçimi djathit, thonë nga hera konservator qëllon. Po nga ndryshon jeta e një vajze, gruaje, burri, plaku, fëmije, nga ndryshojnë. Më kujtoj një barcolet në autoshkollë, i thot ky instruktori vajzës në timon. Te vijat e bardha, tha, është një djalë, një vajzë e vogël, fëmijë pra, edhe një plak. Çfarë do shkelësh, i tha? Edhe ajo si gjithë tha, plakën. Po jo me idiotë, tha, frenat. Pra, jeta e kujt është më pak e vlefshme se jeta e dikujt tjetri. Në qoftë se ne bëjmë këtë lloj pazari, ndëshkim maksimale për ata që marrin jetë grash dhe vajzash, tani, doktor, duhet ta heqësh këtë grash dhe vajzash. Sepse jeta edhe një 82 vjeçari ka të njëjtën vlerë si jeta e një foshnje. Flas me parime të shenjta. Po dhe me parim njerëzor. Se në qoftë se ne do të fillojmë të bëjmë pazar jetësh, pra jeta këtij vlen më pak se këtij, jeta këtij është më e shenjtë se e këtij, ne japim mundësi diskriminimit, japim mundësi selektimit, eutanazis. Pra ne mund të themi, Shqipëria ka shumë pleq, ti zhdukim. Shqipëria ka shumë të smur, ti zhdukim. Kështu e bëri nazizmi, mos u habit, doktor. Dhe uroj që t'jetë gafe atë shës, por unë personalisht jam për këtë ndëshkime maksimale për ata që janë marrin jetë njeriu. Dhe pikë. Kush cënon jetën e njeriu, ndëshkimin maksimal. Qoftë grua, fëmijë, plak, etj. Kuptoj, doktori do bëj dhe politikë, se duhet edhe dëgjojnë edhe ndërkombëtarët, dëgjojnë edhe gratë, thonë janë shisaj i mirë i mençur është. Por më korrekt, më njerëzore, më fetare është ata që marrin jetë. Pik, e thot Kurani, kush merr një jetë, ka vrarë gjithë njerëzimin. Ecim se ka të tjerë që i dinë më mirë se unë këto gjëra. Rama siguria ushqimore, çështje e ndërtimit bashkërisht të një sistemi funksional. Edhe thonë ju që ky robi, për shembull, në këtë moment hapi një kruasan këtu, e pa që ishte si bajat, dhe zbuloi që në Shqipëri nuk ka siguri ushqimore. Ne çfarë nuk kemi ngrënë dhe neve kam përshtypjen që po filluam të ham shëndetshëm si në Europë, do smuremi. Pankreasi ynë, mëlçia jon, veshka jon, çfarë nuk kanë filtruar, duke filluar që nga pesticidet, vaj palmës dhe çdo lloj lëtyre tjetër që hyn në pjatat tona. Djathi me nisështe, vaj ulliri që bëhet me vaj palme, ngjyrues dhe aroma, sallami, i cili ndonjëherë bëhet dhe me mish, pavarësisht reklama që e keni me mish të freskët sallamin, gjalpi që është margarin. Pra, të gjitha këto, i dashur kryeministër, ne kemi të paktën 36 vjet që i ham. Siguria ushqimore, çështja e ndërtimit bashkë të një po. Do thoni ju po çpati. Asgjë më janë ato letrat e BE-s. Ne kur ja paraqisim letrat atyre të BE-s, keni parë që një pjesë e tyre janë tullac, shkulin flokët. Jo se kanë rënë vet. Kur shohin ata se cili vend do të hyjnë BE, shkulin flokët. Dhe ky del dhe e bën si propagandë, do të thonë që ta shohin ata se ja çojnë atyre, që ja e ka merak të madh Edi Rama. Sigurinë ushqimore dhe mos u shqetësoni, nuk do ndryshoj gjë, as në djathin tuaj, as në bukën me ngjyrues, e cila ditën e dytë nuk e çpon plumbi, fare nuk do ndryshoj. As në qumshin tuaj që është qumë shpluhur, fare nuk do ndryshoj, po do të ndryshoj perceptimi, këndvështrimi. Pra, Europa do thoj, kanë qendër vëmendjes, dakor, do është një gjë që do ndodh, pjesa e standardeve. Ndërkohë që ushqimet janë monopol në Shqipëri, do kuptohet shumë mirë, ai që ka monopolin, se si mund të veprojë me këto gjëra. I kam gërmat pak vogla ta lexoj këtu. Shqetësuese heshtja e Ramës, Bardhi kërkon dorëheqjen e Ferit Hoxhës, e papranueshës mund të qëndrojë as një minutë si ministër, do thirrë parlament për llogari. Okej. Nëse, dhe thënë drejtën, ministri i jashtëm Ferit Hoxha ka thënë ata idiotët për shqiptarët e Maqedonisë, në çdo vend botës do kishte ikur.
sot kishte takuar një nga autoritetet shqiptar të Maqedonisë dhe kishte përpjekur ta lante këtë gjë, kështu. Neve jemi kështu, jemi ashtu. Por gjithsesi për mua kjo është një gjë që duhet sqaruar. Nëse Feriti e ka thënë këtë gjë, mendoj që vendi si ministër dhe si diplomat, këta kanë mundësi edhe financiare, di që këta merren edhe me biznes kështu si taraf, që më mirë shkojë të bëjë një biznes privat, në qoftë se gjithnjë e ka thënë atë deklarat, pra, ata idiotët. Jo, se thonë grupe WhatsApp-i kështu. Mundet edhe në banjo me nder duke kakuar, ata idiotët shqiptar. Po nga goja e ministrit të jashtëm ka të njëjtën vlerë kudo në çdo format. Natyrisht edhe në grupet e WhatsApp-it. Se tregon qëndrimin e tij ndaj një pjesë të shqiptarëve, ndaj një faktori i cili nuk është as i Feritit, as i imi, por është aset i kombit tonë. Kështu që nëse thot idiot për shqiptarët e Maqedonisë, kam përshtypjen që duhet iki, them unë. Vazhdojmë me lajme nga Java. Alarm për bombë në një qendër tregtare në Tiranë, reagon policia. Nuk u konstatua asgjë e paligjshme. Asgjë fare. Është një shprehje që thotë hiç po abili. Pra, thon kthehet njëri fshat, çka ka ndodhur thotë në gjë, ishte po vetëm abili ka vdekur. Abili ishte njeriu këtij. Pra, nuk u konstatua asgjë e paligjshme. Ndërkohë që gjë e paligjshme është alarm i rrem për bombë, është vepër penale. Është vepër penale. Nuk u konstatua gjë thotë policia. Ndërkohë që lajmi është vepër, pse? Sepse hyn një tuf me vepra ndër të cilat dhe krijimi i panikut. Ndër të cilat nuk ishte një, po u bën 2 raste brenda 24 orëve, dhe mua më qanë zemra tek fakti, mos dikush ka dashur të testojë sistemin dhe nesër e bën vërtet këtë punë. Mund mos vendos bombë, po mund grabis. Ju kujtohet ajo me babagjyshët që grabitën Tegun një herë. Ju kujtohet. Dhe nuk është çudi që është testuar policia për këto gjëra, është parë se si funksionon, dhe nuk u konstatua gjë e paligjshme, faktikisht është e gjitha situatë e paligjshme. Vazhdoj me paligjshmërinë. Operacioni Fasada goditet një tjetër rast i mashtrimit ndërkombëtar me bursa fiktive. Jo, do të thoya një bravo nga thellësia e zemrës time për këta që bëjnë kështu operacion. Nuk janë kirurg, kuptohet. Janë policë. Dhe do të kisha pas thënë bravo, po të mos kisha pas ditur që këto mashtrimet ndërkombëtare kanë dekada në Shqipëri. Po. Pra, janë call centera, të cilët i rjepin të huajt, shqiptarët janë cingun në lek. Marrin telefon, i kërkojnë të investojnë një shumë të caktuar parash në bursë, qoja. Edhe fillojnë i orientojnë, ka hyrë kaq, keni fituar kaq, doni t'i merrni mrapsht apo t'i investoni. Ai thotë si më këshillon. Në moment që thotë këshillon, thotë sepse do rritet 20% kjo, po të keni të tjera futini. Dhe kur ai i ka derdhur lekët e veta ose eurot e veta, e zhdukin numrin dhe ai ngel si peshku pa ujë. Po këto nuk ndodhin me Shqipërinë. Ka të paktën 10 vjeçar të pastër, ndoshta edhe më shumë, që këta kanë ngrirë lek dhe i kanë rjepur perëndimorët. Andej, ka funksionuar shteti, kanë filluar janë ankuar ata, dhe është zbuluar. Pasi është zbuluar dhe ka ardhur letra policisë tonë, siç ka ardhur për 1-2-3 operacione të tjera, operacioni Fasada, godet një rast pashtrimi, tjetër rast. Pra ishte një, u bën 2. Pyetja është, në kaq vjet, mos themi dekada, përse operacioni Fasada nuk ndriti, përse policia shqiptare nuk ka një rast, përpara se të fillojnë ndërkombëtarët të shqetësohen me këtë, apo ka ardhur drejtori i ri i policisë, mundet, keni shumë drejt, dhe përgëzoj për faktin që të paktën teorikisht kanë ndaluar policët të ndalojnë në rrugë thon kontroll rutinë. Se kontroll rutinë i bie që edhe në këmbë potecë është hajde se kontroll rutinë. Në një vend të lirë. S'ndodh në kohën e Enverit kontrolli rutinë. Teheran, iranianët izoluar nga interneti për 56 ditë radhas.
Plumë si këta. Tha Trumpi, tha do t'i kthej tha në epokën e gurit, tha. Por çështja është që 56 ditë radhazi pa internet i ka kthyer regjimi. Në një farë mënyrë është gjë e madhe, se në Shqipëri më ka ardhur këtu duke parë shqiptarët me gishtin kështu, duke bërë scroll, sidomos këto spektaklet e reality show. Por gjithsesi eksperiment social është. Dua të di mbas 100 ditësh, kur të kthehet interneti në Iran, si do të jenë iranianët? Si do të sillen ata? Si janë duke u sjell sot iranianët? Është shumë interesant, pra është një reality show i madh nga këto eksperimentet sociale, 56 ditë pa internet. Ç'bëhet në Iran? Pyetje shumë interesante. Scientific Report. Disa qenë kuptojnë, të lutem Andro, kuptojnë gjuhën njerëzore vetëm përmes dëgjimit. Edhe ndërkohë këtu kemi qenë me libra. E kam me kolegët e ATSH-s, në? E ti kur e lexon, impakti i parë është disa qenë kuptojnë gjuhën njerëzore vetëm përmes dëgjimit. Dhe kur shef këtë poshtë, vazhdon fjalia. Të tjerët përmes leximit. O vëllezër, natyrisht nuk kuptoj që inteligjenca artificiale ka bërë punën e vet. Hallet tuaja bëjnë punën e vet, ndërkohë që do kapësh edhe dashnor, do bësh mohabet këtej. Nuk është ideja përmes dëgjimit. E lexova lajmin me shumë interes. Është kapi gjuhën njerëzore me koncept abstrakt. Pra ti nuk i thu telefon. Jo. Ti bisedon me dikë, në shtëpi thua telefon pa e prekur dhe qeni vetëm përmes dëgjimit, pra jo duke konkretizuar, kupton gjuhën, ashtu siç kemi bërë dhe ne fëmijë. Pra, i mërzitur, ne nuk e dinim, po thoshte, i mërzitur kështu. Hop, edhe qeni e kupton ka kështu, jo përmes dëgjimit. Mendim abstrakt quhet në gjuhë ndërkombëtare. Kisha me kolegët, për të mësojnë ai gjë kur shkruajnë. Dhe e fundit, këtë e gjeta se më përplasën disa koncepte. Çelet në Gjirokastër ekspozita, Gjirokastër që u diskutua një lajm i rrem që s'kishte ndodhur. Paraja rrëfen. Kupton? Në Gjirokastër mendoj ekspozit paraja. Gjirokastër, ekspozit paraja. Rrëfen. 100 vjet jetë dhe ngjarje Banka e Shqipërisë. Të imagjino gjirokastritët që kalojnë ekspozit vetëm për të parë para. Gjirokastrit, para. Dhe më kujtohet një barsolet e vjetër që i thot babaj djalit, keqen babi tha, në qoftë se ti do marrësh dieta, do të çoj babit të shohësh se si bëhet akullorja. Pra, qelet ekspozit para e rrëfen në Gjirokastër me këtë po e mbyll dhe vërtet kam përshtypjen që dita ditës këto ekspozita duhet të hapen edhe në përqoshet e rrugëve të Tiranës, sepse ne kemi nostalgji për paran. Kemi vërtet nostalgji për paran. Ka qenë një kohë që s'kishim para fare. Kishim tallona. Dhe merrni rrogën prindet, i merrnin borxh komshiut dhe përgjithsisht borxhi ishte gjysma në para, gjysma ishte në mall. Pra merrnim moris, kthenim moris. Merrnim krip, kthenim krip. Merrnim far e bënim kos. E merrnim edhe ndonjë 100 lekë, 200 lekë që e kthenim ditën e rrogës. Pastaj erdhi një periudhë që neve lekun e shkelnim me këmbë dhe janë ato pamjet e shëmtuar të dasmës ku hidhet leku. Tash erdhi periudhë tjetër që jo se s'kemi ne, pra ose më saktë, s'kemi ne unë Krishtit të tjerët. Po janë ca që i kanë murosur me beton paratë e s'din ku t'i çojnë. Një kishte futur në xhak sobës para ca kohësh, gjeti pastrusja. Pra nuk po din ku t'i fusin ata, ndërkohë që ne jemi ka ta ndisur si Gjirokastritët shkojmë ta shohim paran në muze, e të paktën ashtu siç shijon një pikturë, shkon hyn në Louvre, e sheva të Mona Lisa, ti e ke parë këtu, po e sheva atje? Se ke, s'është jotja, po gjithsesi e sheva. Ngopet zemra. Edhe ju shqiptar dashur, ju ngop të zemra, mirë është me para thata, po gjithsesi edhe duke parë paran. Armir Shkurti, Kristiano Xhanari ju urojnë një natë të qetë, miru takofshim javën tjetër.